që ne vërejmë sot në krahasim me Shqipërinë e sotme, në arbërin, siç e quajnë arbreshët tanë, jugun e Italisë, ato vazhdojnë ta quajnë me krenari, arbëri. Pasi ato e dim që nuk janë shqiptarë të lashtë, ato shqiptarë të lashtë ishin i lirët e lashtë që ishin shumë më para arbreshëve, prandaj ato u pritën më së miri në ato territore pasi gjetën gjenezën e të parëve të tyre. Dhe ato që vjen bre në arbërinë e sotme është se pothuajse në çdo qytet, në çdo qytet të tyre, në qendër, në pjatën kryesore gjen statujën e herojt tonë kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Dhe në krahasim me Shqipërinë, unë nuk e di nëse ka një bust të tij, një statujë të tij në Korçë, në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, në Vlorë. Ka vetëm në 3 qytete, në mos gabohem, një në Lezhë, një në Krujë ku ai bëri kokteilin e tij dhe një në Tiranë. Dhe atë në patroksin më të madhe, një gjë pa shembull që shumë herë mbyllin dhe mblojnë, një gjë që nuk duhet të guxojmë më askush, pasi ka marrë fund koha kur qesëndisej mbreti jon, ai që i dha dinjitet shqiptarëve, ai që na hapi rrugën drejt perëndimit. Ne duhet ta ndajmë mendjen. O jemi me statujën e Skënderbeut dhe me imazhin e tij, apo jemi me statujën me të pushtuesit atij që shfarosi kombin ton. Por ne as në antikitet, as në kohët moderne, ne nuk kemi qenë një popull që kemi një popull gjenocidal, një popull që kemi bërë gjenocid me popull tjerë. Dhe këtë na kanë marrë për dobësi ama. Ne kemi bërë shumë mirë që nuk kemi hakmarrë kurrë, por na kanë marrë dhe përsërisht pra për dobësi. Ne na kanë bërë që na kanë bërë shqitan jugor me çamët e ngratë që i morën i sakatuan dhe ne kishim aty një grush minoritar dhe nuk ju prekën një flok. Një flok nuk ju prekën. Kjo tregon qytetnim. Por ama ne na marrin për dobësi edhe këtë. Ne kishim rastin e Kosovës, e shqiptarëve në Kosovë, në Dardanin tonë, që i kanë 200 vite që i persekutojnë, që ishte nga Nish Nishi, që ishte qyteti Konstantinit të Madh. Janë 4 milionë gjysmë shqiptar të zradikuar, të hequr nga territori tyre në periudhë 2 shekullore, të nisur drejt Turqisë dhe Matan. Dhe ne nuk u hakmorëm, patëm rastin masi hyri NATO-ja që do hakmerreshin për herë të parë paktën ndaj tyre. Dhe shumë mirë bëm që nuk u hakmorëm, por ama këtë na marrin prapë për dobësi. Ne kemi një vend që na ka masakruar për 500 vjet dhe ne nuk kemi dëgjuar një herë që të na kërkojnë falje për 500 vjet robëri. 500 vjet persekutim, na kanë mbyllur gjitha shkollat. Ne kishim universitet që në shekullin e 14, ne kishim shkollat tona, gjimnazet tona, ne kishim zhvillim industrial në atë kohë, ne kishim zhvillim, kishim një sistem shkollor, kishim një sistem rrugor, kishim një infrastrukturë dhe na shkatruan gjithçka dhe ne vazhdojmë sot i thojmë dhe popull vëlla. Pra ne kemi një memori shumë të shkurtër dhe kjo ne na fut në krizën e sotme të identitetit. Pasi kemi 2 gjëra që ne duhet t'i ndrojmë me forcë brenda nesh, secili brenda vetes vet. E para, të jemi mirënjohës ndaj atyre që na ndihmojnë. Ne i harrojmë ato që na ndihmojnë shpesh. Ne nganjëherë harrojmë ato që na bëjnë mirë. E ky është një dobësi, është një gabim i madh. Por harrojmë në njëjtën kohë harrojmë edhe ato që na persekutuan. I harrojmë dhe ne i falim. Si mund të përqafohemi ne me zëllënësin e Miloševićit? Si mund të përqafohemi një njeri që i ka duart të dimshë ku i ka? Në gjakun në martirin e mira shqiptarëve të Dardanisë, sepse ishte në sistemin asaj kohe. Pra si mund ne të japim përqafime këtyre njerëz, si mund të pranojmë të ulemi në tavolinë me to, si mund të pranojmë që të jemi mes tyre dhe të japim barazi, përpara se ato të kërkojnë falje, po duhet të kërkojnë falje dhe të dëmshpërblejnë këdo për ato dëme që i kanë bërë Shqipërisë. Ne kemi përsërisht prapë njerëz që na kanë vrarë, na kanë persekutuar, na kanë zradikuar nga toka jonë. Janë me qindra dhe mijëra arbresh të hequr nga territori tyre dhe ato e vuajnë akoma sot sepse thonë lam gjithçka. Lam shtëpie katandi, lam vëllezër dhe motra dhe ikëm këtej. Pra, këtë ne nuk kemi kërkuar kurrë që ta bëjnë fshirët tanë. Ne nuk kemi sot bust të Pirros. Pirro dhe Epirit ishte një mbret legjendar shqiptar. Nuk kemi një bust në gjithë territorin tonë. Nuk kemi një statujë të Aleksandrit të Madh. E kemi ato të Mitsotakiosit. E kuptojmë se sa negative është një gjë e tillë. E kuptojmë se sa dëmshme është për kombin tonë kjo. Pra ne duhet kemi pra atë vullnetin ton që të fillojmë të korrigjojmë nga vetvetja jonë gjithçka. Unë shumë herë kur shkoj të flej bëj vështirësi dhe të flej nga i herë sepse them e bëra sot detyrën time ndaj Dheut tim. Pra nëse ne bëjmë vetëm një herë në ditë
marrë dhe një herë në javë, vetes tonë, koshiencës tonë, nëse jemi mirë me veten tonë, pasi e bëmë, e quam një pikuj në mullirin e vendit tonë, ne atëherë do e bëjmë vendin tonë ashtu siç duhet. Ne kemi në projekt, jo jap edhe juve në një lajm që kemi në projekt në ditët dhe në muajt që do vinë, në projekti që është Shqipëria 2030. Shqipëria 2030 ne do të kërkojmë të sensibilizojmë gjithë shqiptarët tanë, kudo janë ato, që të fillojë një rikthim jo masiv, por gradual i shqiptarëve në tokën e origjinës. Pasi nuk mund të vazhdojmë ta braktisim atë tonë, sepse është vendi më i bukur që ka bota. Duhet filluar nga unë i pari, nga shumë shokë e miq që kam, pra do fillojmë të bëjmë hapat e një rikthimi drejt atë dheu. Na keni me vete. Sepse braktisja që është bërë atë dheu është katastrofike, sepse ne kemi sot dëshmin dhe me shkruajnë shqiptarë, sidomos nga fqinjtë tanë jugor, me shkruajnë në mënyrë të vazhdueshme, me shkruajnë kur marrin në shqetësinë e atij vendi. Ato i detyrohen sepse ndryshojnë mjemrat. Një Koqi me kishte quar pasaportën e tij shqiptare Koqi dhe pasaportën e tij të vendit fqinj jugor Kotsi. Pra një tjetër mbiemër, më ka quar një tjetër që e kishte Cani dhe nga Cani ja kishin bërë Cani, TSANI. Pra TSANI ai është puro i atij shtet pastaj, të paktën në brezë që vjen ai hub çdo gjurmë. Pra kjo duhet të mbaroj dhe kjo mund të mbaroj kjo gjë qesharake që dojnë na grabisin dhe sot ditën për diell njerëzit tanë sepse kanë probleme demografike, por është e papranueshme një gjë e tillë. Të marrin shembull nga një shtet që është me të vërtetë shtet mik, që është Italia. Pra këtu është ajo ideja që thash part të asaj memorie kolektive që ka një zanafill historike. Nuk të shtrëngon askush të ndrosh mjemrin, që ndrosh shqiptar, pavarësisht se ti mund të marrësh në shqetësi. Nuk ka asnjë ndjekje, asnjë përsekutim, asnjë dyshim mi bën karrierë shqiptar duke pas mjemrin ashtu siç ja ka dhënë baba i vet. Dhe ndaj ju bethirje që është shkelje të drejtave të njerëzit, bashkëdhetarëve tanë që marrin në shqetësim në vendin fqinj të jugut, të rezistojnë, pasi konventat evropian, konventat internacional, konventat e Komunitetit të Bashkimit Evropian, e ndalojnë rreptësisht ndryshimin e mbiemrin për arsye të marrjes së shqetësisë në një vend apo një tjetër. Pra këtë duhet me një herë ne që ta vëmë në dukje dhe të bëjmë thirrje bashkëdhetarëve përsëris, sepse janë vetë shqiptarët arvanitës që më shkruajnë që është për to një problem, pasi po zgjerojnë sot me plot energji atë të kaluarën e tyre të mohuar dhe nuk dojnë që të përsëritet dhe në brezat e ri të shqiptarëve të sot.